Planifikohet një xhami 13 kaçe shqiptare në Londër. Një projekt për ndërtimin e një xhamie të re shqiptare 13 kaçe dhe qendër komunitare në Queen Parks në veri perëndim të Londrës është dorëzuar për miratim pranë autoriteteve lokale. Objekti i ri do zëvendësojë qendrën kulturore dhe komunitare muslimane shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, e cila aktualisht funksionon në ndërtesën e një ish-pubi irlandez në Carlton Vale. Sipas projektit, kompleksi do të përfshijë 3 kate me hapësira për falje, klasa mësimore, kafene, restorant, ambiente komunitare, zyra, salla aktivitetesh, hapësira për bamirësi dhe një morg. Katet e sipërme janë planifikuar të shfrytëzohen si zyra komerciale, ndërsa pjesa tjetër e objektit do t'i dedikohet aktiviteteve fetare dhe komunitare. Projekti ka nxitur debat në mesin e banorëve të zonës, mbështetësit tonë se komuniteti musliman shqiptar në rritje ka nevojë për një qendër moderne të ndërtuar posaçërisht për këtë qëllim, ndërsa kundërshtarët argumentojnë se ndërtesa 13 kaçe nuk përputhet me karakterin e lagjes dhe mund të rrisë trafikun, problemet me parkimin dhe ngarkesën e infrastrukturë. Disa banorë kanë theksuar gjithashtu se brenda një rreze prej 3 miljesh ndodhen tashmë afërsisht 15 xhami. Aplikimi është aktualisht në shqyrtim nga Këshilli i Brentit dhe ende nuk është marrë një vendim përfundimtar nëse projekti do të miratohet apo jo.